Ju njohim me titull kryesor të gazetave e hënë 1 dhjetor 2025. Gazeta Dita mban titullin kryesor "Çfarë ka thënë Venecia? Detaje analizë. A e ka ndaluar Venecia pezullimin e Ballukut, siç thot kryeministri? Me çfarë ka të bëjë raporti i publikuar në 2025-ën dhe ai përmend ministrat. Pse 28 dhe 29 nëntori janë data që vlejnë vetëm nëse na drejtojnë në shpinën. Foto shënim, Tyrosh çlirim me kostum $5.000 popullit që mezi shtyn muajin. Në brendësi një shkrim nga Skënder Mingjozi, mund të tallesh me kafen, por jo me krizën. Mbrëm Elbasani, vrasjet po kthehen në normalitet të rrezikshëm. Pse shumë njerëz po vuajnë për vite me radhë mospasjen e një fëmije. Këshilla dhe ushqime çfarë nuk duhet të ham në mëngjes. Ushqimet e zgjedhura, shëndeti i veshkave nis në Tryezë. Ishin këto titull kryesor të gazetës Dita, do të vazhdoj mëtej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor i saj: Patronazhistët, politikanët dhe krimi si litar që mbajnë varur lirinë e medias. Flet skulptori që ka gdhendur me dalt historinë e kombit shqiptar. Kryeministri Rama, Shqipëria nuk ndalet në rrugën drejt BE-s, rrisin pensionet nga janari, rritje e 5 fishuar në 2030-ën. Komisioni për Territorialen, Haxhi Mali, deputetët e ngurtë në mbrojtje të reformës së dështuar të 2015-s, Berisha, ja misioni i opozitës. Opinione dhe komente, ja përse përmbytet Shqipëria nga profesor Aleko Miho. Një tjetër shkrim nga Bujar Hudhri, panairi i librit, çmimet dhe juria që nuk ka kohë t'i lexojë librat. Ishin këto titull kryesor të gazetës Telegraf. Vjojmë mëtej me gazetën Panorama Sport. Egnatia merr kreun, Tirana është pa shënjestër. Java e 13, ndeshje në Selman Stërmasi e vendosi një 11 metrash i kthyer në gol nga Bakayoko. Bardhë blut kanë pretendime për prekjen me dorë të grudhës. Hija e Baldoranierit mbi Martinin vi me një këmbë. Intervistë ekskluzive me ish-trajnerin e Vllaznisë të sezonit 2014-2015. Fortesa Kuqeblu ka rënë 5 pikë në 5 javë, tregojnë krisje në formë. Flamurtari Vora 1-1, barazim në Vorë, tragaj me gjesta antisportive. Byllisi Dinamo 0-0, blut ngecin sërish, ballqotët janë të pakalueshëm. Elbasani, kthehet Sague, 10 ditë zjarri për verdhe blut. Ko me ekipin e parë, strategjia e verës rezulton dështim. Kategoria e parë, paqe në 2 sfida, Kuksia, Polonia marrin nga 3 pikë. Kategoria e dytë, Shiroka e Beslidhja luajnë tenis, Oriku mund Partizanin B. Të harruarit dhurojnë show. Itali, Milani e Napoli, në maj, Interi e Roma e ndjekin. Angli, Chelsea ndal Arsenalin, derbi mbyllet në paqe. Spanjë, Mbappé nuk mjafton, Reali humbet kreun. Formula 1 Katar, autogoli McLarenit feston Verstappen. Këto ishin titull kryesor të gazetave për ditën e sotme.